Jemi rikthyer në studion e Start tashmë për të folur për faktin që Shqipëria po përballet ditët e fundit me një përkeqësim të ndjeshëm të kushteve të motit, të cilat kanë sjell rritje të rreziqeve si në lumenj ashtu edhe në zonat malore. Por ne dimë që ka disa sporte të aventurës që bëhen në zona të ndryshme të Shqipërisë, sepse fal Zotit i kemi të gjitha, por që për ata aventurierët që mendojnë të ndërmarrin rreziqe, kemi menduar pikërisht që të japim këshillat e duhura në një intervistë në të cilën do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë zotin Zamo Sparthara, presidenti i Federatës Shqiptare të Rafting. Zoti Sparthara, ju përshëndes. Ju përshëndes nga Prometi, nga Vjosat. Dhe po ashtu kam në lidhje të drejtë për drejtë online edhe zotin Artur Guni, presidenti i Federatës Shqiptare të Alpinizmit. Zoti Guni, ju përshëndes edhe ju. Zoti Sparthara, po e nis me ju. Si ka ndikuar moti i keq i ditëve të fundit në nivelin dhe fushinë e lumenjve në vend, edhe besoj kjo nuk është kohë për të bërë rafting. Pra, këtu ka një jo të madhe kur bëhet fjalë për rafting apo jo? Pa diskutim që nuk është koha për të bërë rafting, se zoni rafting është të mbyllur. Ne rifillojmë në pranverë, në dimër është e vështirë që të bëhet rafting me turistë, thjesht vetëm në momente ekstreme, në qoftë se është e nevojshme që të bëjmë ndryrje për emergjenca civile, ne kemi skuadra të posaçme, skuadra të trajnuara, të pajisura me mjetet e duhura, dhe ata po mund të ndryjnë për të bërë ndihmën për kafse që do ketë nevojë. Ne jemi duke monitoruar lumet, unë pikërisht ndodhem tani pranë lumit Vjosa, ku dje ka filluar një shi dendur dhe nuk ndalon, më duket vetëm si një gazetar që po raportoj dhe në qaja hallit, edhe pa që keni punë të vështirë, sepse ne këtu mungon energjia elektrike, ne mundohen të bëjmë të lidhjen me ju, por jemi të shqetësuar sepse tu nuk jemi në përfundim po themi të dimrit, ne jemi në fillim dhe këshillat kanë ardhur shumë fort dhe pikërisht në këto momente që po flasim përsëri Vjosa është në rritje. Prandaj mesazhi im është çfarë janë banesa që janë pranë lumenjve, duhet të marrin masat, o të largojnë familjarët e tyre dhe të akomodojnë diku në një vend tjetër, o të fillojnë një fjallë ato pritat mbrojtëse me fasën e rrë që mund të ndalojnë sa do pak hardhin e ujit e lumenjve në pjesën e tyre të banimit. Për mendimin tim është shumë e rrezikshme të afrohesh lumenjve tani dhe mesazhi im është që kushdo qoftë edhe mendoj që dikush preferon që të bëj lundrime të tilla në këtë moment në Vjos, është shumë e rrezikshme, sepse rafting ne kemi patur gjithmonë një pyetje që na i kanë bërë për herë gazetarët dhe shumë njerëz të ndryshëm. Na thonë se rafting është i rrezikshëm dhe unë i përgjigjem nga eksperjenca që unë kam. Rafting është i rrezikshëm nëse organizohet dhe bëhet nga njerëz të papërgjegjshëm. Nëse organizohet dhe bëhet me njerëz të përgjegjshëm, ai nuk është i rrezikshëm, sepse një i përgjegjshëm e shef, një ekspert e shef që në moment janë rreshje të dendura që bien, lumi është shumë në nivele të larta dhe kështu që ai nuk vendos si të futet atje. Kurse një që është i papërgjegjshëm, ai fut shumë shpejt, se ata njerëz që vinë për të bërë rafting në gomone, ata nuk e kanë ide, nuk e kanë eksperiencën e tyre se çfarë mund të ndodhi po hyrin në këtë nivelin e vështirësisë të këtij lumit. Për shembull, nga 6 nivele që ka rafting, 6 është më i rrezikshëm, Vjosa dhe Osumi në këto momente ka qenë në nivelin e 5, që është alarmante, që nuk bëhet shans që të futesh të bësh rafting edhe sepse në nivelin e 6, është përqindja e shpëtimit është rreth 60%, për shembull, në atë 40% je i vdekur tek ajo po hyre. Prandaj unë përsëri insistoj që qëndroni larg lumenjve. Të qëndrojmë larg lumenjve, do ndalemi tek rreziqet edhe tek ndërhyrjet, çfarë duhet kemi parasysh pak më vonë, zoti Sparthara, po do doja të vijoja me zotin Guni, sepse në fakt ndryshe nga sa ndodh me rafting, që e dim nuk është i përshtatshëm për këtë periudhë, njerëzit kanë shumë dëshirë të vizitojnë zonat malore, sepse janë ato rreshtet e para të borës edhe kemi pritur të gjithë vitin për to. Zoti Guni, më tregoni pak si paraqiten situata aktuale në zonat malore dhe cilat janë rreziqet kryesore që sjell moti i keq për alpinistët apo edhe për banorët atyre zonave, nëse ka patjetër. Në fakt, gjitha sportet e aventurës e kanë brenda atë të rrezikut, por ashtu siç Zama dhe unë do them që çdo sport në fakt kur drejtohet nga profesionist dhe zhvillohet nga profesionist,
rreziqet janë më të vogla sepse profesionistët e dinë kur duhet të ndalin dhe kur duhet ta fillojnë një ekspedit apo një aktivitet që ka brenda aventurën. Kështu që tani në këtë kohë që flasim, Borë është rënë pothuajse duke rënë në të gjitha malet e Shqipërisë dhe normalisht ajo shton bukurinë e pjesës të aventurës, por jo në momentet kur është duke rënë bora, sepse rreziqet kur bora është duke rënë, rreziqet janë të mëdha për arsye të shikueshmërisë në radhë parë, dhe dyta për pjesën e rrëshqitjeve, apo dhe kur shoqërohet me haku, pastaj shtohet vështirësia dhe ato duan pajisje shtesë. Dhe zakonisht një pjesë atyre që shkojnë për të eksploruar nuk kanë dhe pajisjet e duhura për ta bërë sa më pak të rrezikshme të pjesën e ekspedisë, aventurës, apo thjesht krejtësisht që ata duan të marrin nga mali. Por gjithsesi, në periudhën sidomos në periudhën e dimrit, ajo duhet për gjatë gjithë kohës vitit, por në periudhën e dimrit duhet që patjetër të jenë të udhëhequr nga gujtë profesionale. Gujtat lokale profesionale janë ato më të mirat, sepse ato e dinë se çfarë ndodh në kohë reale në zonën e tyre, sepse një gujt, po ta themi nga Tirana Elbasani, momentalisht nuk e di se ç'është ndodh tani për shembull në qafën e Valbonës, por një gujt nga Valbona apo nga Thethi, domethënë që janë profesionale gjithmonë, e di shumë mirë dhe në kohë reale. Me këtë dua të them që së pari të gjithë njerëzit u bëjnë thirrje që shikojnë një herë me guidën kur organizohet, të shikojnë guidën. Guida duhet të jetë patjetër licencuar dhe profesionale për të rritur sigurinë. Dhe mbi të gjitha shmangni kohën kur është duke rënë borë. Se me njëherë mbas borës normal përsëri dohen kujdes, por është ndryshe për arsye sepse rrezikshmëria është më e vogël. Po tani të gjithë presin për këtë kohën me borë, pra ajo është dëshira më e madhe që i shtyn drejt alpinizmit edhe drejt eksplorimit të shtegjeve të ndryshme. Për ato që nuk heq dorë nga aventura, zoti Kuni, çfarë duhet ketë parasysh? Cilat janë pajisjet e nevojshme që kjo ekspedit, kjo ndërmarrje që mund të jetë me një gujt po edhe personale të shkoj ashtu siç duhet pa pasur rreziqe konkrete për jetën, sepse kemi parë edhe raste fatkeqe. Në kohën e dimrit, në fakt, janë gjithmonë, janë disa pajisje bazë, të cilat ndihmojnë dhe sigurojnë alpinistin apo aventurierin, se nuk është thënë që të jetë alpinist mund të jetë 20 apo 30% e atyre që ngjiten sot në mal, por gjithë ata që tentojnë të ngjitin mal duhen pajisjet e duhura, duke filluar nga këpucët e mira, që janë këpucët përshtatshme për në dimër, e fillojmë me shkopinjt, të cilat ndihmojnë për të ecur, shkopinj të zakonshëm, janë ato cilat janë të përshtatshme vetëm për hiking, dhe fillojmë me kthetrat, veshjet e duhura duke filluar nga pantallonat apo tutat sportive që janë të tilla për dimër dhe për hiking në dimër, për alpinizëm, xhupi, pastaj janë dorezat, kokorja apo kaska mbrojtëse, syzet që janë syzet e borës, pastaj janë dhe veshjet ekstra, është pjesa që mbulon këtë pjesën e hundës dhe të gojës, për arsye që për të ftohtin, për të mbrojtur fytyrën nga ngrirja, gjithçka. Por ja u thash, përsëri unë insistoj te kjo pjesë që çdo gjë ka limitet e veta dhe çdo alpinist, që është pjesa më e përgatitur, i duhet për herë sfidon limitet e tija, po jo kohën dhe malin. Dhe me mali nuk bëhet shaka, ashtu sikur se nuk bëhet me detin apo edhe me lumenjtë. Do doja të kaloja pak tek zoti Spathara në mënyrë që të kemi interaktivitet në bisede dhe të ndajmë se çfarë mund të ofrojmë përmes informacionit dhe eksperiencës suaj që qytetarët të jenë më të sigurt edhe kur ndërmarrin iniciativa të tilla. Zoti Spathara, ju jeni presidenti i Federatës Shqiptare të Rafting shumë vite dhe njohuri shumë të mira në këtë drejtim, por cili ka qenë
po themi kështu, rasti më i rrezikshëm që keni parë në këtë sport? Atëherë, si që thatë edhe ju, dhe mali dhe uji janë të rrezikshëm. Thonë që me zjarin, me shtetin dhe me ujin mos luaj, sepse të treja janë shumë të vështira. Tani fusën e mali, çdo gjë është e vështirë. Unë vërtet kam një eksperiencë të jashtëzakonshme. Kemi 20 vjet që merrem me raftin dhe kemi rritur të produkt nga zero dhe e dim pak a shumë si ai fëmia kur rritet i vogël dhe rritet dhe shkon në moshën madhore. Dhe e shohim, kemi gabuar, po në fillim se nuk kemi patur eksperienca të dhura, për shembull, kemi marrë iniciativa dhe të rrezikshme, në thonë, që na dëshira për ne për të futur, por ka ardhur një moment për shembull që tani është një shembull, është formuar Federata Shqiptare e Raftin prej shumë vitesh, ka ekspertët e saj dhe ka një shembull të mirë për të ndjekur. Eksperienca të vështira kemi pasur shumë. Po do doja një rast specifik, sepse ndonjëherë jam pikërisht kjo. Ndarja e eksperiencave që njerëzit i bën të reflektojnë disi, sepse duke pasur shembuj të mirë apo të gabuar, ne dim çfarë të ndjekim. Po, atëherë mund t'ju them një eksperiencë që mua më ka ngelur në memorien time dhe në, si të thuash, në dërgjegjën time që s'munda do të arria, për shembull, të shpëtoja bashkëshortin, kurse gruan e tij ne shpëtuam në momentin e fundit të jetës së saj, dhe kurse bashkëshorti i saj ishte një çift holandez, ata u futën në kanionin e Osumit për të bërë kajak, pa gujë lokale, pa asnjë gujë tjetër, dhe ata pretenduan që ta bënin gjithë kanionin me kajakun e tyre, nuk ishin masat e sigurisë. Bjem gjithmonë tek ajo pa gujë lokale është e vështirë se ti ta përshkruash, se mund mendoj dikush që unë jam ekspert dhe mund ta bëj këtë, por ti je ekspert por nuk i njeh terrenin. Dhe kjo është një gjë kryesore për shembull që ti ku po shkon. Ne ta ishin futur për të bërë kajak në kanionin e Osumit dhe rastësisht ne gjetëm bashkëshortin, që ishte pothuajse në fundin e jetës së saj. Ajo na tha që më mungon edhe bashkëshorti, ne e shoqëruar më të sa më shpejt në spitalin, afër kanionit që ndodhet në Çorobot. Pastaj për 3 ditë, 4 ditë ne jemi marrë për gjetjen e trupit të personit të ndjerit, dhe për mua ajo ka qenë një nga momentet më të vështira kur ne kemi gjetur, kemi përballuar me familjen e tij që kishte ardhur nga Holanda, dhe imagjino tani të shikonin piratin të mirë, ishte shumë i rëndë. Dhe duke parë, kjo është një nga eksperiencat e vështira që ne kemi parë. Ne kemi parë shumë turistë të tjerë që kanë ngjesur, që nuk kanë patur mundësi, sepse futen pa guidat përkatëse, i patur dhe grupe që janë amatorë, që mundohen të bëjnë rafting dhe futen me gomorin, me pajisjet e fjot dura, dhe pa eksperiencën e dur, dhe prandaj unë jap mesazhin dhe them që duhet keni kujdes, mos fusni, mos luani me lumin. Po dikush mendon që përse nuk i lë ti, ata duhet të hyjnë, janë të lirë. Po jo, s'mund, sepse në vendin në këtë moment është në një moment emergjence. Dhe për të dalë tani si në mal ose në det, ti të peshkosh, çdo gjë është ndaluar, për shembull, dhe në lumen. Ti duhet të marrësh një autorizim të posaçëm nga policia, nga emergjenca civile, sepse ata të shkretët janë duke punuar 24 orë, për mendimin tim kanë bërë një punë të shkëlqyer, sepse ne kemi ndjekur dhe pas kemi pati bashkëpunim perfekt në emergjenca civile në çdo vit pa pasati, dhe tani unë i shoh që ata dhe s'ka nevojë shumë për ne, sepse i kanë ngritur strukturat e tyre, kanë marrë pajisjet e dhura dhe janë shumë të përgatitur për të bërë punën e tyre. Megjithatë ne jemi në dispozicion 24 orë, nuk diskutohet kjo gjë, sepse jemi të trajnuar, jemi të, si thua, të pajisur me mirët e dhura, dhe pse jo mund të shërbejmë shumë mirë për këtë moment. Prandaj unë gjithmonë i trembem lumenjve kur janë në rritje, sepse jam një profesionist. Nëse po të ishe një amator dhe nuk e dija çfarë do ndodhte, po të biesh në atë lum, atëherë edhe unë do futesh, pse tash kemi bërë gabime kur kemi qenë në nivelin amatoresk në vitin 2002-2003, ne nuk e dinim rrezikin. Pak a shumë isha me i ri, isha flokët i them gjithmonë, isha flokët e gjata, isha flokët e kaçurel, se tani jam pa flokë, nuk ka rrë flokët për këtë punë. Edhe më dëgjoni, është mirë të dëgjosh, nuk ka punë këtu që dikush më thoi që pse i ndalon ti, është konkurrencë. Nuk është konkurrencë, nuk është rafti, kjo është budallik që ti të futesh në lumë. Unë këtë sezon që ne ikëm, ne trajnuam 40 të rinj që janë shpërndarë në Shqipëri që bëjnë aktivitetin rafti. Vetëm në muajin gusht në Vjos janë bërë 22.000
turistë, dhe kjo është një rritje për ekonominë e vendit, më thënë. Patjetër, është një aktivitet i cili tërheq shumë vëmendje dhe ka edhe nga ata se turistët sidomos, të huajt, e preferojnë Shqipërinë shumë edhe për këto sportet e aventurës. Zoti Spatari, do kaloj sërish tek ju, po do doja të ndalesha pak me zotin Nguni tek zonat malore, se cilat janë disa prej rreziqeve më të mëdha ose më konkretisht zonat më me rrezik në periudhën e dimrit për të vizituar. Shiko, vështirësi në fakt has në çdo mal të Shqipërisë, sepse ne jemi një vend pothuajse malor, kështu që në çdo mal të Shqipërisë aq i bukur, por edhe aq edhe i rrezikshëm. I rrezikshëm, ja u thash, është në momentin që ti nuk shkon me një guidë profesionale, sepse ai e di se ku duhet të ndalë dhe çfarë duhet të sfidoj. Por unë duhet të cek diçka, që jemi në këtë periudhë që është dhe periudhë emergjente, dhe prej 2-3 vitesh në fakt në Federatën Shqiptare të Alpinizmit është krijuar shërbimi i kërkim shpëtimit malor, i cili në fakt Federata në bashkëpunim edhe me AKMC, me Agjencinë e Mbrojtjes Civile, si dhe me urgjencën kombëtare, ka rritur nivelin e këtyre djemve dhe vajzave të shërbim kërkim shpëtimit, duke u trajnuar dhe duke ndërhyrë me shumë sukses për gjatë 2-3 viteve, por fatkeqësisht kemi pasur raste kur dhe nuk kemi çfarë të bëjmë vetë se të nxjerrim trupat e viktimave nga aty ku janë aksidentuar. Dhe vëmë re që në fakt vitet e fundit është shtuar numri i aksidenteve në përgjithësi, por edhe me viktima që kemi pasur. Prandaj, gjej rastin të bëj thirrje që njerëzit mos të marrin aventura, për disa të herë po e them këtë gjë, pa një guid të licencuar dhe e cila e di përgjegjësitë e veta, e di dhe ku janë limitet. Prandaj se zakonisht mblidhen edhe një grup shokësh dhe shoqesh për të sfiduar një mal të cilin e kam parë në video apo e shikojnë edhe në rrjetet sociale, dhe marrin aventurë e cila mund t'i shkaktoj aksident në radhë parë, pastaj pse jo dhe me humbjen e jetës. Kështu që malet, siç thash, janë të gjitha, por shtegu i cili preferohet më shumë edhe nga të huajt, është shtegu i Thet Valbon, qafës Valbonës, shtegu ndërmjet Valbonës dhe Thetit, i cili në fakt është një shteg për në verë, jo për në dimër, për në dimër është një shteg tjetër, të cilën e përdorin guidat vendase, jo guid çfarëdo, apo njerëzit që se dinë këtë gjë, gjithsesi ata evitojnë gjatë dimrit, por normalisht edhe ata e dinë se kur duhet të kalohet në këtë shteg. Pastaj janë të gjitha, me thënë drejtën, gjitha pjesa e Alpeve, edhe Tomorri, edhe Shebeniku, edhe Valamara, në periudha të caktuara dhe në kohë të caktuara janë të rrezikshme. Kështu që kjo edhe një insistoj ke pjesa e guidës së licencuar dhe me përvojë. Zoti Spatara, për të vijuar me lumend, ku parashitet rreziku më i madh? Cilat janë zonat ujore më të rrezikshme të Shqipërisë? Atëherë, zonat më rrezikshme të Shqipërisë, ku doja në qoftë se lumen ngrihen kthehen në të rrezikshme. Diskutohet ku ka lum, për shembull, ka rrezikshmërinë e saj. Për shembull, në momentin që rreshtet janë në vazhdimsi dhe nuk ndalen, për shembull tani në Vjos, pa diskutim që zona më e rrezikshme e Vlorës është me Gryk Derdhjen e Vjosës. Dhe nga Novosela dhe poshtë mund të jetë deri pak më lart në atë pjesën e Varibovi, që është një fshat që fillon atje, por ka gjithë periudhën. Pastaj edhe Osumi është shumë i vështirë, sepse kur ka atë rritjen e jashtëzakonshme të shirave, nga ura e Kuçit që i themi ne deri në pjesën me fjalë pavajtur te ura e Semanit poshtë, është një pjesë që është shumë e vështirë dhe janë gjithë këto tokat që janë rreth qark buzë lumit, që janë serat, ato bëhen shumë të vështira sepse niveli bashkohet në dim shumë mirë se aty afër Koçorrit për shembull bashkohet Osumi dhe Devoli dhe krijon Semani dhe shumë bashkohen dy lumenj shumë të fuqishëm dhe ngrihet niveli i saj është i jashtëzakonshëm.
për pjesën e tjerë të lumeve, po ka lumenj të tjerë në fjalë që ndodhen dhe në veri, pa për momentin ne i kemi monitoruar dhe nuk kanë atë rrezikshmërinë që është këtë, por çdo lum ka rrezikun e vet, sepse nuk mund të përsërisë varet gjithmonë nga shira, rreshtë dhe shirë. Nëse bien vazhdimisht gjatë natës, patjetër që ato do të fryhen dhe do dalin jashtë kontrollit. Është e vështirë të ndalësh një lum, është shumë e vështirë për shembull që ti të marrësh masa para kace për momentin, por ti duhet të marrësh të paktën ato me emergjencë dhe përsëri unë insistoj dhe jap në mesazhin tim që duhet të kenë parasysh, mundohemi të shmangim dhe të largohemi për këtë periudhë, për shembull, me sa do ato mundësi që të kemi, të akomodohemi diku tek të afërmit tan dhe të krijojmë atë situatë të vigjilencën duke parë në fjalë sepse lumi të vjen aq shpejt sa nuk e ke ide, nuk e mund ta marrësh të përmend. Zakonisht në rastet më të shumta të dispatare përpara se ta mbyllim, sa kohë është dashur që një, po themi, aventurë e zakonshme të kthehet në rrezik real, në lum po flasim? Për sekondë. Për disa sekonda? Për pak sekonda. Për pak sekonda, nëse ti gabon në një dallë ose në një stifon që ne quajmë më që fillon, sepse siç e tha dhe Arturi pak më përpara që profesionistët janë ata që drejtojnë, profesionistët vendosin, guidat për shembull që janë profesionistë e din, kurse ata që janë amatorë ata gabojnë. Për shembull ne dim të lexojmë lumin dhe se ku duhet të shkojmë të çojmë gomonin. I themi lexim sepse lumi gjithçka për shembull ka televizin e tij karakteristike dhe ti shikon rrymat e saj në fakt si dridhen. Janë disa vende për shembull që janë shumë të rrezikshme këto stifonet që quajmë që ato të thithin dhe të mbajnë brenda me këtë rrotullojnë. Cila është zona më thithse në Shqipëri? Se besoj e keni informacionin për gjithçka. Lumi më i vështirë në Shqipëri për shembull ka qenë Devolli. Devolli ishte një nga, s'mund ta quajmë për shembull kanjoni Devollit ishte sepse tani ai është kryeniver central, shkruan një digë dhe po pak a shumë komandohet për shembull dhe uji dhe nuk e vjen vrrullshëm qysh vjen sepse ku ka kanjone janë të rrezikshme. Të gjitha në çdo vend, për shembull dhe në verë dhe në gusht, nëse bie shi dhe ndodhet një kamion, ai shumë shpesh ka një përmasa shumë të ngushtë kamioni dhe uji që vjen vrrullshëm dhe ngre nivelin për pak minuta ngrihet shumë shpejt dhe ti gjen njerëzit të paprgatitur. Ne gjithmonë kemi dashur nga që ti ndalim aktivitetet ku ka kanione të rrezikshme, si për shembull kysh është Langarica nëpërmjet, Erzeni në afër Tiranës, edhe Holtën unë shoh që është një nga kanionet më të vështirë sepse ne kemi studiuar kanionet dhe ku ka diga sipër kanionit që krijojnë këto liçenet artificiale, ai është i rrezikshëm që ti të bësh aktivitet poshtë, sepse mund të bjeri një shi rreth 100 kilometra larg dhe vjen ai që ka roja që ruan digën atje, për shembull atë rezervuarin e ujit, nuk e mban dot më, ai hap portën dhe kështu vjen vrrullshëm dhe të krijon të problemin të del jashtë kontrollit. Për mendimin tim me pak sekonda të del jashtë kontrollit dhe ti nuk di çfarë të bësh. Dje më kujtoi një histori, një kameraman që ne e kishim marrë në periudhën që ne po trajnonim të rinj tanë për guidat, ishin rreth 40 të rinj, ne stimuluam një rënje, ata ishin gjithë guidat që po dhe kur ran në një vend pak të vështirë nuk dinin si të dilnin. Dhe ky ishte ai paniku dhe më thamë zamada ne mezi dolëm ne që ishin guida si marrin iniciativa në një lum kaq të vështirë njerëz të tjerë. Prandaj tha, më vënë edhe përpara përgjegjësisë se ne duhet të ngremë zërin dhe nuk duhet i lejojmë këta persona aventurierë që të futen me në momente të vështira kur lumi ka dalë jashtë kontrollit. Faleminderit zoti Spathare, do doja një mesazh të fundit edhe nga zoti Guni për gjithë ata aventurierët që shpeshherë rrezikojnë veten, por vënë edhe në punë ekipe të tëra kërkim shpëtimi. Po. Duhet që patjetër të shmangin situatat e rrezikshme, duke pasur një guid profesionale, pajisjet e duhura dhe gjithmonë kontaktet, sidomos për pjesën e atyre që marrin për një grup, po sikur edhe vetëm të ngjiten mal, po duhet të lënë një mesazh në cilin ku po ngjiten dhe ku po shkojnë dhe kur duhet të kthehen. Sepse është shumë e rëndësishme kontakti dhe informacioni që ata lënë për aktivitetin e tyre që nesër për t'i ardhur dhe ndihma sa më shpejt. Ne urojmë të ketë sa më pak ndryrje për shërbimin e kërkim shpëtimit malor, por gjithsesi kur do të jetë e nevojshme, tashmë e kemi një shërbim i cili i gjendet çdo personi në nevojë. Dhe gjerasën e tij falenderoj në fakt ata djemë dhe vajza
sidomos grupin e Valbonës, të cilët shpesh kanë ndërhyrë dhe kanë ndërhyrë me sukses, i kanë ardhur në ndihmë dhe kanë shpëtuar jetë njerëzish. Zoti Dikuni, ju falenderoj shumë për bisedën edhe për mesazhin. Zoti Spathara, faleminderit gjithashtu edhe po u them unë se në fillim të bisedës së duket sikur po bëj një raportim, do ishit një gazetar i mirë. Patjetër, jam në dispozicion, këtë po mendoj, po më pëlqen. Ju falenderoj. Ju falenderoj edhe një herë dhe ju uroj një ditë të mbar.